Brazil, 28 vjeçaria humbi jetën nga një plumqor gjatë përplasjes mes bandave në Rio de Janeiro. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Brazil pasi një 28 vjeçare humbi jetën nga një plumqor gjatë një përleshje mes bandave rivale në Rio de Janeiro. Vdekja e Barbara Elisa Iabeta Borgers ka shkaktuar trishtim të madh në vend vetëm pak ditë pas një operacioni masiv të autoriteteve në favelat e qytetit, ku raportuan se të paktën 100 persona u vranë. Barbara, e cila punonte si punonjëse banke dhe blogere udhëtimesh, ndodhej në sediljen e pasme të një taksie, kur anëtarë të bandave filluan të qëllonin pranë urës Fundao në Rio de Janeiro. Sipas drejtuesit të taksisë, të shtënat u dëgjuan teksa po kalonin në zonë dhe Barbara u godit në kokë, raportoi Daily Mail. Ajo u transportua me urgjencë drejt spitalit, por fatkeqësisht mjekët nuk arritën ta shpëtonin. Policia që mbriti në vendngjarje konfiskoi një pushk, karikator dhe fishek. Dëgjova një zhurmë të fortë, u përkula përpara dhe i thash të futej poshtë. Më pas kuptova se ishte qelluar, isha i dëshpëruar. Ajo nxirte disa tinguj duke u përpjekur të merrte frymë. Në ato moment doja vetëm t'i shpëtoja jetën. Pak më vonë pash një patrull policie dhe ata më ndihmuan ta çoja në spital. Kishte kaq shumë të shtëna sa mendova se kishin hedhur bombë në makinën time, ka treguar shoferi i taksisë për The Sun.